الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا مثال له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد. Gjithhamdi, falenderimet dhe lavdia e plot i takon të madhit Allah fuqi i plot te baraka wa taala. Atë falenderojmë për ti falë dhe ndihmë kërkojmë mbrojtjen e Allahut të madhreshëm për të ligave dhe të këqijave të shpirtit ton. Kërkojmë mbrojtjen e Allahut fuqi i plot për cytjeve, djallëzive dhe vezveseve të shejtanit të mallkuar. Salate dhe selame pa nda dhe çdo herë i dërgojmë më të dashurit ton, më të madhit pejgamber Muhammedit ton të dashur sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Kemi respekt të madh për familjen e tij të pastërt, për shokët e tij të mëdhej të ndershëm e fisnik, dhe lutemi për mbar muslimanët, gjithë ata musliman besimtarë dhe besimtare që kanë shkuar tek Allahu para neve dhe deri tek muslimani i fundit në fundin e jetës në këtë botë. Të dashurit e mi, Allahu fuqi i plot e fisnikraj njeriun në mes tjerash edhe me elementin e shpirtit, kur Allahu fuqi i plot i bëri dhurat njeriut shpirtin që është pjesë dhe dhurat e Allahut te baraka wa taala. Shpirti i njeriut kalon në për 3 rrugë mes errësirës dhe dritës. Çdo shpirt, pa asnjë përjashtim, kalon në për 3 rrugë, po këto 3 rrugë disa janë të ndriçuara e disa janë të errta e të mbushura për plot errësirë. Të dashurit e mi, Allahu fuqi plot njeriun për nga natyra, si e krijoi Allahu njeriun, e krijoi që njeriu gabon. Prandaj thot pejgamberi ynë alayhi salatu wassalam, të gjithë bijtë e Ademit janë gabimtar, më i miri për juve kur të gaboni është ai i cili pendohet, kthehet dhe kërkon falje tek Allahu. Duke u nisur nga kjo premisë se gjithë ne gabojmë dhe çdo njeri është gabimtar, nga se Allahu na krijoi me këto tipare, atëherë është shumë më rëndësi, të dashurit e mi, është shumë më rëndësi për ju dhe për mu të kuptojmë, sikur na tregoi Allahu në Kur'an, po e zëm në fillimin e surës Bekare, Kur'ani na tregon se çdo mëkat, çdo gjuna, burimin, motivin apo origjinën e ka në njërin prej 3 motiveve. Çdo mëkat që njeriu e bën motivohet në njërin prej 3 rrugëve. Ose bën mëkat nga pakujdesia e haresa, gafleti, ose bën mëkat nga dobësia, epshi, joshja, kujtja, ose Allah na rujt, e treta është më e keqja, kjo zguxon neve me na prit, ose bën mëkat nga mendje e madhësia, duke e legjitimu mëkatin e tij. Kur'ani, nëse keni dëshirë dhe vullnet, sonte kur shkoni në shtëpiat e juja, hapeni fillimin e kaptinës Bekare, kaptina e 2. Filloni diku prej ajeteve të 20, kur Allahu tregon, kur Allahu ju thot me laçeve kanë vendosur me kriju krijesën e quajtur njeri në tokë.
melek. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa, kur Allahu u tha engjëjve melekve, unë do të krijoj njeriun e ai do të jetë më këmbës i imi në tokë. Melekët e bënë një gabim, por ky gabimi i melekëve ishte nga pakujdesia, gafila. U bon gafila, gabun, i thanë Allahut, do në me kriju krijesa në tokë, të cilët do të shkaktojnë gjakderdhje, do të provokojnë gjakderdhje. Allahu dhul Gjelal u japi një vrejtje me laqëve dhe ju tha, inni a'lamu ma la ta'lamun, unë e di ato çka ju nuk e dini. Me laqët më njëherë u kthyn, kërkun falje, edhe nga se Allahu me laqët i ka kriju për nga natyra nuk bëjnë gjunahën. Por keni moment, ulemaja dhënë, keni moment i gafletit, i pakujdesis, kur Allahu i bën pyetje. Prandaj, ky është lloji i parë me katëve që ne gjatë jetës tonë kur ne katojmë, ndonjëherë motivjo kemi bërë me katëve gjëna nga pakujdesia, nga gafleti. Momentin kur dikush të jap një këshill, një vrejtje të vogël, një çortim, të ndelësh. Domthonë, njeri gafil është i pakujdesshëm, nuk o vigjilent. Në momentin kur dikush të porosit, të mëson, të këshillon, të vjen vigjilenca, të kthehet kujdesi, nuk je mo i pakujdesshëm, po je i kujdesshëm. Por tani kalojmë, mos i harroni ajetet me lexu sonte, storia e bukur, rrëfimi i bukur. Ademi me laçet iblisi. E krijoi Allahu Ademin në xhennet. Pas një kohë e krijoi erdhi në jetë edhe nana jon Havaja, gruaja e Ademit alayhis salam. Dhe Allahu dhul Gjelal i tha Ademit dhe Havas, të gjitha këto të mira e begati e mirësi e kënaqësi në xhennet janë për ju. Kënaquni. Por të çajo pema atje mos u afroni. Atë pemë keni të ndalume. Dhe këtu tani ndodhi gabimi Ademit alayhis salam, por për dallim prej gabimit me laçeve, Ademi ishte i motivuar nga dobësia, lakmia. Se i vike shejtani i mallkum i theke, nëse han prej asaj pemë, kemi jetu për gjithmonë. Dhe e bon këtë gabim. Dhe gabimi i Ademit edhe i gruas së tij Havvas është gabim i motivuar nga dobësia njerëzore. Njeri ka momente të liga, joshet, epshi ndonjëherë e dikton, e kap lakmia e kojtja, liget edhe bën gjunahin. Por Ademi alayhis salam kur e kuptoi dhe i erdhi në mendje se Allahu ja ka ndalu mu afruta ajo pemë, e ai provoi me hongër prej asaj peme, me një herë u kthy tek Allahu, fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alayhi innahu huwa at-tawwabur rahim. Sikur sa është, ky është ajeti 37, Ademin Allahu e frymëzoi dhe ai i përdori fjalë që Allahu ja mësoi, u pendu tek Allahu, kërkoi falje. Dhe kemi rrugën e tretë të shpirtit. Prandaj në fillim e hapëm këtë ligjërat sodit kur thamë shpirti ka 3 rrugë. Po këto 3 rrugë të shpirtit janë mes dritës dhe errësirës. E tash po vim te akteri i tretë, tek iblisi. Kur Allahu e krijoi Ademin alayhis salam, i urdhëroi me laçet edhe iblisin në shenjë respekti me i ra sejdë për uljen, shenjë respekti Ademit. Të gjithë me leqet e qur urdhën e Allahut në vend, shejtani i tha, ja tha, unë nuk i për ulem shenjë respekti këti. Tha se unë jam më i mirë se ky. E tash këtu do të thonë se kjo është ajo rruga e tretë e shpirtit që nuk guxon neve me na prek, vëllezër, Allah na rujt. Se shejtani u motivu
me thy urdhrin e të madhit Allah nga mendje, madhësia dhe arroganca. Tha, unë jam maj mirë se ky. Tha, këtë e ke kriju prej balte, prej dhot. Tha, mu më ke kriju prej zjarit. Kusho ky, tha, unë tha me i rakti, me i për ullë, shaj respekti. Dhe që ka tha Allahu? Fa fasaka an amri rabbihi. Tha, shejtani nga krye lartësia, nga megalomania, nga mendje madhësia, dul prej emrit Zotit, dul prej urdhit Zotit, e refuzoi urdhin e Allahut. Wastakbara wa kana min al-kafirin, u tregua kryeneq, edhe e mohoi urdhin e Allahut dhe u bë mohues ndaj Allahut. Prandaj Allahu e dëboi përgjithmonë nga mëshira e tij dhe e mallkoi. Përgjithmonë e dëboi Allahu. Përgjithmonë e dëboi Allahu nga mëshira e tij. E këtu vllazën tash betejë jonë. Këtu lufta jonë. Na me u përly duhet, kemi me u përly gjithë. Kur po them me u përly, e kam kuptimin e mëkateve. Gjithë jemi gjunaqtarë. Por ka rëndësi të madhe mos me i ra që sa i udhës tretë. Që kjo udha tretë është e keqe. Se kjo udha tretë, Allahu dhul Gjelal, ata që e përlym, e njëllosin, e ngarkojnë shpirtin e tyre me mëkate, të motivuar nga arroganca ndaj Allahut dhe më e keqja këmbgulin edhe legjitimojnë keqen, këta Allahu i dëbon për rahmetit ti waliyadhu billah. Ama kur ndodh mëkati prej pakujdesis, prej gafletit, kur ndodh prej dobësis njerëzore, lakmia, kojtja, kthimi te Allah është i lehtë. Edhe i lehtë edhe i thjeshtë edhe i shpejt. Por kjo e treta waliyadhu billah është e rëndë. Pse bre nuk po vjen me falë gjimon? I thush një shokit tënë, një kolegis tënë, një njerit gjakut, një njerit miqasis. E di bre duhet më ardhe, e di duhet më ardhe, e kem bërgjë Allahut, e në regull e mire. Do thonë, kë pe pranon gabimin e ti. Edhe nuk po shpreh arrogancë dhe rebelim para Allahut edhe urdhit Allahut. Ai tjetër pse unë s'kam bërë, nuk kam obligim, pse unë jam i lirë, nëse du falë, nëse nuk du falë. Apo e sheni tash me njerë si ndroj mendësia? O vëlla, Allahu e ka bo haram kamaten, o gjuna i rondë. Allahu hidhrot me punu me kamat, pri me kate dhe ma të ronda. Qërë hoqë, unë nuk e kom shti me zarë. Ai për jashe hajrin pare dhe të mija, edhe unë për jashe pak hajrin, tënë për dalim mirë. More, Allahu e ka ndalu këtë vepër. Allahu hidhrot, Allahu ka thonë në Kur'an, ata që e bëjnë kamatën pjesë të jetës dhe biznesit tyre, i kanë shpall luftë Allahut, i dashur. Qërë hoqë, unë se kushti me zërë, qërë dash, dhe më thonë, ti po e mësën, po e paralajmëran, po e përësit, po e këshilan, po e qërton se kjo punë është e rëndë të Allahut. Ai tash shqani nuk po do mundal këtu. Ai tash po do të qyre, ai po jashe hajrin me parat mia, edhe unë po jashe hajrin pak, edhe të njëna mirë. Domethënë, ku rreziku? Tash nuk ka më haram i madh. Nuk ka tash nuk kena të fol për haram të madh. Tash a din çka jemi të fol? Tash jemi në situatë shumë të keqe. Jemi duke fol për me justifiku, me jep legjitimitet diçka që Allahu i ka thonë, i ke shpallur luftë Allahut. E mora shembull vllazë kërkoj falje. E njëjta është edhe për rakin. E njëjta është edhe për kurvrin. Po apo e shiqoni motivin kur dikush bën gabim, çka motivohet kur e bën gabimin, edhe çysh ai reagon kur e bën gabimin, edhe ajo që zguzon mi ndodh, ajo e treta, ajo nuk do të më ndodh neve ulja billah. Me justifiku dhe me këmbgul në të keqen dhe në haram dhe në gjunah dhe në mëkat, e këto dyja kur të ndodhin, kthimi është i lehtë, i thjesht, i shpejt tek Allahu te baraka wa taala. Prani vllazën, Allahu te baraka wa taala na ka tregu neve këtë ngjarje në Kur'an për me pa ne sa rëndësi të madhe ka ky rrethim. Allahu dhul Gjelal me melaqet e tij, melaqet me Ademin alayhis salam dhe Iblisi, dhe urdhri i Allahut
me laqet para urdhit Allahut, Ademi dhe gruaja e tij para urdhit Allahut kënaqën në xhennet, po çtu mos afroni, dhe urdhi i Allahut dhe shejtani iblisi. Po e përmbylli, kjo vllazën na jap disa mësime. E para, e kuptuam se rrugtimi i shpirtave tonë është në njërin prej këtyre 3 rrugëve. Vetëm të që kjo rruga e tretë nuk duhet me ecë. Te para, te e dyta, pashmangshëm ecim, se na gjunaqarjena. Po të kjo e treta s'guxoj me ecë. Se kjo e treta, Allah na rujt, na bën me i përngja mentalitetit edhe karakterit të iblisit, waliyadhu billah. 2. Dobësia, haresa, jon karakteristik njerëzore. Allahu na krijoi. Lakmia, kojtja. Allahu në Kur'an thot për njeriun khuliqal insanu dhaifa, e kemi kriju njeriun të dobët. Interpretuesit e Kur'anit kanë jep shumë interpretime. Disa prej ulemave kanë thonë e kemi kriju njeriun të dobët, është i dobët, kërkoi ndjes para gjinisë femërore, alamet sultana, alamet personalitetin, historinë botërore. Kur ka ardhur puna përballë gjinisë femërore, e kanë humbur pushtetin, karrierën, burnin, çka po diunë, khuliqal insanu dhaifa, thot Allahu e krijoi njeriu të dobët. Disa prej ulemave kanë thonë njeriu është i dobët përballë pasurisë. Përballë pasurisë, për Zotin më vjen keq, dhe kjo nuk duhet më kon tradita jon në bashkësi islame kur vjen vllau biologjik, vllau prej babe, prej none, si e ka mendu idenë edhe hilen me i përjashtu vllazit e vet prej pasurisë komplet. Vlla biologjik prej none, prej babe, i ka qit komplet, ja u ka marrë pasurinë. Dhe khuliqal insanu dhaifa, e kemi kriju njeriun të dobët. Adin dhe, valla hoj sa malli dhem, po malli dhem, po xhehenemi dhem ma shumë. Malli, pasuria dhem, po xhehenemi dhem edhe djeg ma shumë. Kjo dallimi i muslimanit. Kjo dallimi i muslimanit. Tani vllazën. E keni pa do të padijshëm Zoti i drejtoft që do të na mësu ata. Hajtë pra se krejt që tunë që dynja kur të vdesim. Mirë, vetëm një argument logjik. Para mendoni sa njerëz në botë gjatë historisë kanë vujtë edhe është bo pa drejtësi. Lloj pa drejtësi. E mirë, ata kanë ndek. Krejt jetën të vujtën. Që 75 vjetë populli i Palestinës i bombardum, e i vram, e i mbytum, e i debum në pronat e tyne. Mirë, ju po mendoni që ata kanë vdekë dhe kur vdek njeri mshelet historia, logjika thot du të me pas një gjyq nesër në botën tjetër. Du të me pas një drejtësi absolute në botën tjetër, që ata që kanë jetu viktimet pa drejte, ju kanë bo zullum, dikush duhet hakun e tyre me e dhënë. Pa që kjo dita e gjykimit, që kjo dita kiametit, që kjo dalja jonë para Allahut, po që kjo neve na mban mu konë të kuilibrum, mos me dalë për i gjadës, ka pak lëshasim, po këthemi shpejt. Lëshit pak, e ki pa, të kap gjumi pak, lëshet pak, ama këthesh. Këfrika për Allahut, nesër ti bashkë me mu, në varë kemi me qenë vetëm. Që 1460 vite po thuaj se ka vdek pejgamberi a.s. Ai tjetri, ku e din ti bashkë me mu? 60-70 vjetë, 80 kemi jetu bashkë me mu, ndashta nëse ke hymer me të kap Allahu, po sa mi vite kemi mendajt në varreza deri sa dalim për Allahu. Sa sheku i kemi mendajt ti bashkë me mu, vetëm në varë me shpirtin tënd, me veprat e tua, të mira dhe të liga. Pranaj vëllezër, nuk duhet me i ra që asaj rrugës tret, Allahu na forcoft, atëherë kur gabojmë, e ligemi, e jemi të shkujdesur, e harojmë, e na kap kojtja e lakmia e epshi, Allahu na dhasht forcën e fuqin, vetdijen e vigjilencën, nderin e ndershmërin, që të kthehemi fuqishëm tek Allahu, fuqi plot, ai i cili kthehet tek Allahu, Allahun e gjen çdo herë derën të hapur me gëzim. Allahu na pret me gëzim vëllazër. Allahu na pret me gëzim.
Allahu gëzohet kur robi i tij kthehet tek Allahu dhe lyp rrugën e xhenetit, dhe Allahu gëzohet që robin me shpëtu prej zjarrit të xhenemit. Allahu na ruajt prej zjarrit neve, prindërit tanë dhe gjithë dashurit ton. Kërkoni falje për veten dhe familjen tuaj. Allah është falës dhe mëshirues.